po edhe për njerëzit e tjerë. Dhejmë në këtë ditë, në këtë mëngjes të bukur të freskët të Kurban Bajramit apo të sakrificës së këtij bajrami. E fjala Kurban me të vërtet mbart një diçka të jashtëzakonshme. Sakrificë, pra njeriu të bëjë diçka për hir të Allahut xhelle xhelaluhu. Dhe ajo që kryhet dhe bëhet për hir të Allahut, shpërblimin dhe vlerat i ka tek Zoti xhelle xhelaluhu. O vëllezër besimtar dhe ju besimtare, shkaku i kësaj feste, i kësaj mirësie të jashtëzakonshme, i këtij shpërblimi të madh që marrin njerëzit tek Allahu xhelle xhelaluhu është pikërisht shkaku i tre njerëzve. Një i dashur i Zotit Halilur Rahman, Ibrahimi alayhi salatu vesselam, i dërguar i Zotit, i dashur i Allahut, por me cilësi të jashtëzakonshme. Edhe një nonë, një gru, e cila quhej Haxhire. Edhe kjo e jashtëzakonshme. Apo çto duhet të jenë babat apo nonat sikur Haxhiria dhe Ibrahimi alayhis salam. Kemi të bëjmë dhe me një djalë të ri, që me të vërtetë Zoti e ka beku. Edhe ai djalë ishte në moshën e shumicës prej juve që jeni këtu sot. I ri, 12-13 vjeç, 14 vjeç. Edhe ai ishte caktuar prej të madhët Zot që shkon të Kurban për hir të Allahut, të sakrifikohej për hir të Allahut xhelle xhelaluhu. O vëllezër të dashur e ju nona dhe motra, ky model i njerëzve ne na vëjitet shumë sot. Sakrificë jo si e Ismailit alayhis salam. Sakrificë për djemtë e tanë jo si Ibrahimi alayhis salam, por diçka më të lehtë. Vallahi, Allahu xhelle xhelaluhu urdhon e thot për ne: kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Ju jeni të zgjedhurit të njerëzve, më të mirët e njerëzve. Keni ardhur për të mirën e njerëzve. Dhe kjo mirësi, kjo begati që Allahu të lavdron në Kur'anin e Madhërueshëm, të nderon në Kur'anin e Madhërueshëm, të gjithë brezat, të gjithë ato që besojnë, a bon me lon anash? A duhet që secili prej nesh ta përmirësoj veten?